Data 13 janar, Zanafila, kapitulli 14. Por ndodhi në kohën e Amrafelit, mbretit të Shinarit, e Ariokut, mbretit të Elasarit, e Kedor Lamoerit, mbretit të Elamit, dhe i Tidealit, mbretit të kombeve, që ata i bën luftë Beraut, mbretit të Sodomës, Birshës, mbretit të Gomorës, Shinabit, mbretit të Admahut, Shemeberit, mbretit të Ceboimit, dhe mbretit të Belës, që është Coari. Tërë këta të fundit u grumbulluan në luginën e Sidimit, që është deti i kripur. Për 12 vjet, ata qenë të nënshtruar nga Kedor Lamoeri për vitin e 13 ngritën krye. Vitin e 14, Kedor Lamoeri dhe mbretërit që ishin me të, erdhën bashkë me të dhe i shpërndan gjigantët në Ashterot Karnaim, Zuzimet në Ham, Emimitët në Shave Kirjatin, dhe Horejt në malet e tyre të Seirit deri në El Paran që ndodhet pranë shkretëtirës. Pastaj u kthyen pas dhe erdhën në En Mishpat, që është Kadeshi, plaçkitën tërë territorin e Amalekitëve si dhe të Amorejve që banonin në Hatsakon Tamar. Atëherë, mbreti i Sodomës, mbreti i Gomorës, mbreti i Admahut, mbreti i Ceboimit dhe mbreti i Belës që është Coari, dolën dhe u rreshtuan në luftë kundër tyre në luginën e Sidimit. Kundër Kedor Lamoerit, mbretit të Elamit, Tidealit, mbretit të kombeve, Amrafelit, mbretit të Shinarit, dhe Ariokut, mbretit të Elasarit, 4 mbretër kundër 5. Por lugina e Sidimit ishte plot me puse bitumi, dhe mbretërit e Sodomës dhe të Gomorës u ambathën këmbëve dhe ranë brenda tyre, dhe ata që shpëtuan shkuan në mal. Dhe kështu, fituesit shtinë në dorë tërë pasuritë e Sodomës dhe të Gomorës dhe tërë ushqimet e tyre dhe ikën. Morën me vete edhe Lotin, djalin e vëllait të Abramit, bashkë me pasurinë e tij dhe ikën. Loti banonte në Sodom. Por njëri nga të ikurit erdhi dhe ja tha Abram Hebreut që banonte në licat e Mamres, Amoreasit, vëllai i Eshkollit dhe vëllai i Anerit, që kishin lidhur aleancë me Abramin. Kur Abrami mësoi se vëllai i tij ishte zënë rob, ai armatosi njerëzit e stërvitur, shërbyes të lindur në shtëpinë e tij, gjithsej 318 veta dhe i ndoshi mbretërit deri në Dan. Ai ndau forcat e tij kundër tyre natën dhe me shërbyesit e tij i sulmoi dhe i ndoshi deri në Hobah, që ndodhet në të majt të Damaskut. Kështu, ai rimori tërë pasurinë dhe solli me vete edhe Lotin, të vëllan, dhe tërë pasurinë e tij, si dhe gratë dhe popullin. Mbas kthimit të tij nga disfata e Kedor Lamoerit dhe të mbretërve që ishin me të, mbreti i Sodomës vajti ta pres në luginën e Shavehut, që është lugina e mbretit. Atëherë Melkisedeku, mbreti i Salemit, i shpuri bukë dhe verë, ai ishte prift i shumë të lartit Perëndi. Dhe bekoi Abramin duke thënë: Qofti bekuar Abrami nga shumë i larti Perëndi, sundimtar i qiejve dhe i tokës. Qofti bekuar shumë i larti Perëndi, që të ka dhënë në dorë armiqtë e tu. Dhe Abrami i dha 1/10 e çdo gjëje. Pastaj mbreti i Sodomës i tha Abramit: Më jep personat dhe merr për vete pasuritë. Por Abrami u përgjigj mbretit Sodomës: Unë kam ngritur dorën time drejt Zotit, Perëndis shumë të lartë, zotërues i qiejve dhe i tokës, që nuk do të merrja asgjë nga ajo që të përket. As edhe një fije apo një lidhse këpucësh, me qëllim që ti të mos thuash, unë e pasurova Abramin. Nuk do të marr asgjë me vete, me përjashtim të atyre që kanë ngrënë të rinjt dhe të pjesës që u përket njerëzve që kanë ardhur me mua, Aneri, Eshkol dhe Mamreu, lëri që këta të marrin pjesën që u takon. Mateo, kapitulli 13. Por në ato ditë, Jezusi, si doli nga shtëpia, u ul në breg të detit, dhe turma të mëdha u mblodhen tek ai. Kështu që ai hipi mbi një bark dhe u ul, dhe gjithë populli qëndroi në breg. Dhe u foli shumë gjëra në shëmbëltyr, duke thënë: Ja, mbjellësi doli të mbjell. Ndërsa ai po mbjellte, një pjesë e farës ra përgjatë rrugës, dhe zogjt
erdhën dhe e hëngrën. Por një pjesë tjetër ra në gurishte, ku nuk kishte shumë dhe mbiu me njëherë, sepse dheu nuk ishte i thellë. Por kur doli dielli, u fishk dhe u tha, sepse s'kishte rrënjë. Dhe një pjesë tjetër ra midis ferrave, dhe ferrat u rritën dhe azun frymën. Por një tjetër ra në dhe të mirë, dhe dha fryt, njëra 100 fish, tjetra 60 fish, dhe tjetra 30 fish. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Atëherë dishepujt ju afruan dhe i thanë, pse po u flet atyre me shëmbëltyr? Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre, sepse juve ju është dhënë të njihni të fshetat e mbretërisë së qiejve, ndërsa atyre nuk u është dhënë. Sepse atij që ka, do t'i jepet dhe do të ketë me tepri, ndërsa atij që nuk ka, do t'i merret edhe ajo që ka. Prandaj u flas atyre me shëmbëltyr, sepse duke parë nuk shohin, dhe duke dëgjuar nuk dëgjojnë, as nuk kuptojnë. Dhe ndërta përmbushet profecia e Isaias që thotë, duke dëgjuar do të dëgjoni, por nuk do të merrni vesh, edhe duke parë do të shihni, por nuk do të vini re. Sepse zemra e këtij populli është e bërë e pandjeshme, ata janë bërë të rënë nga veshët për të dëgjuar dhe kanë mbyllur sytë e tyre që të mos shohin me sy dhe të dëgjojnë me vesh dhe të kuptojnë me zemër dhe të kthehen dhe unë t'i shëroj. Por lum sytë tuaj që shohin dhe veshët tuaj që dëgjojnë. Sepse në të vërtetë ju them se shumë profet dhe të drejtë dëshiruan t'i shohin gjërat që ju po shihni dhe nuk i pan, dhe t'i dëgjojnë gjërat që ju dëgjoni dhe nuk i dëgjuan. Ju pra dëgjoni shëmbëltyrën e mbjellësit. Kur dikush dëgjon fjalën e mbretërisë dhe nuk e kupton, vjen i ligu dhe i rrëmben atë që ishte mbjellë në zemrën e tij. Ky është si ajo fara që u mboll përgjatë rrugës. Edhe që mboll në gurishte, ky është ai që dëgjon fjalën edhe menjëherë e merr me gëzim, por s'ka rrënjë në vetvete. Madje është për pak kohë, sepse kur të bëhet shtrëngim apo ndjekje për fjalën, menjëherë skandalizohet. Edhe që mboll ndër ferrat, ky është ai që dëgjon fjalën, po kujdesi kësaj bote edhe mashtrimi i pasurisë e mbysin fjalën edhe bëhet i pafrytshëm. Por ai që merr farën në dhe të mirë, është ai që e dëgjon fjalën dhe e kupton dhe jep fryt, dhe prodhon njëri 100 fish, tjetri 60 fish dhe tjetri 30 fish. U paraqiti atyre një shëmbëltyr tjetër duke thënë, mbretëria e qiejve i ngjan një njeriu që mbolli farë të mirë në arën e vet. Por ndërsa njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij dhe mbolli egër nëpër grur dhe iku. Por kur gruri u rrit dhe jepte fryt, atëherë u shfaq edhe egjëra, dhe shërbëtorët e zotërisë së shtëpisë ju afruan atij dhe i thanë, Zot, a nuk mbolle farë të mirë në arën tënde? Vallë, nga doli egjëra. Por ai u tha atyre, ndonjë njeri armik e ka bërë këtë. Atëherë shërbëtorët i thanë, a do ti të shkojmë dhe ta mbledhim? Po ai tha, jo, se mos duke mbledhur egjërën, njëkohësisht shkulni edhe grurin. I lini të rriten bashkë deri në të korrat, dhe në kohën e korrjes do të them korrësve, mblidhni më parë egjërën dhe lidheni në duaj për ta djegur, për grurin mblidheni në hambarin tim. Ushtroi atyre një shëmbëltyr tjetër duke thënë, mbretëria e qiejve i ngjan një kokë resinapi, të cilën e merr një njeri dhe e mbjell në arën e vet. Ajo pra është më e vogla nga të gjitha farërat, por kur rritet, është më e madhe se lakrat dhe bëhet një pemë aq sa zogjtë e qiellit vijnë dhe gjejnë stre në degët e saj. U tha atyre një shëmbëltyr tjetër, mbretëria e qiejve i ngjan majas që e mori një grua dhe e fshehu me 3 masa mielli derisa u mbrojt plotësisht. Jezusi u tha turmave të gjitha këto gjëra në shëmbëltyra, dhe pa shëmbëltyr nuk u foli atyre, që të përmbushej ç'është thënë nëpërmjet profetit që thotë, do të hap gojën time në shëmbëltyra dhe do të kumtoj gjërat e fshehura që nga themelimi i botës. Atëherë Jezusi mbasi i lejoi turmat, vajti në shtëpi dhe dishepujt e tij ju afruan dhe i thanë, na e shpjego shëmbëltyrën e egjërës në arë. Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre, ai që mbjell farën e mirë është biri i njeriut.
dhe ara është bota. Dhe fara e mirë janë bitë e mbretërisë dhe egjëra janë bitet e ligut. Dhe armiku që e ka mbjellë është djalli, dhe korri është fundi i botës, dhe korrësit janë ëngjëjt. Pra ashtu si mblidhet egjëra dhe digjet në zjarr, kështu do të jetë në mbarimin e kësaj bote. Biri i njeriu do të dërgojë ëngjëjt e vet dhe do të mbledhë nga mbretëria e tij gjithë skandalet dhe ata që bëjnë paudhësi, dhe do t'i hedhin ata në furrën e zjarrit. Atje do të jetë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh. Atëherë të drejtët do të ndriçojnë si dielli në mbretërinë e Atit të tyre. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë. Përsëri, mbretëria e qiejve i ngjan një thesari të fshehur në një ar, që një njeri që e ka gjetur e fsheh dhe nga gëzimi i tij shkon dhe shet gjithçka që ka dhe e blen ato ar. Përsëri mbretëria e qiejve i ngjan një tregtari që kërkon margaritar të bukur. Kur gjen një margaritar me vlerë të madhe, shkon dhe shet gjithçka që ka dhe e blen. Përsëri mbretëria e qiejve i ngjan një rrjetë të hedhur në det që mbledh çdo lloj gjëje. Ajo, kur është mbushur, peshkatarët e nxjerrin në breg dhe ulen dhe mbledhin në kosha ç'është e mirë, por i hedhin ata që janë të kalbur. Kështu do të jetë në mbarimin e botës. Do të dalin ëngjëjt dhe do t'i ndajnë të ligjt nga mesi të drejtëve, dhe do t'i hedhin në furrën e zjarrit, atje do të ketë qarje dhe kërcëllim dhëmbësh. Jezusi u tha atyre: A e kuptua të gjitha këto? Ata i thanë: Po, Zot. Dhe ai u tha atyre: Prandaj çdo skrip që mori mësim për mbretërinë e qiejve i ngjan një zot i shtëpie që nxjerr prej thesarit të vet gjërat e reja dhe të vjetra. Dhe ndodhi që kur Jezusi mbaroi këto shëmbëltyra, u largua që andej. Dhe si erdhi në vendlinjen e tij, i mësonte ata në sinagogën e tyre, kështu që ata habiteshin dhe thoshin: Nga i erdhën këtij kjo dituri dhe këto vepra të fuqishme? A nuk është ky biri i Marangozit? Nuk quhet nëna e tij Mari dhe vëllezërit e tij Jakob, Jose, Simon dhe Juda? Dhe motrat e tij, a nuk janë të gjitha ndër ne? Atëherë nga i erdhën këtij të gjitha këto? Dhe skandalizoheshin me të. Por Jezusi u tha atyre: Një profet nuk përçmohet vetëse në vendlindjen e tij dhe në shtëpinë e tij, dhe për shkak të mosbesimit të tyre nuk bëri aty shumë vepra të fuqishme. Nehemia, kapitulli 3. Eliashibi, kryeprifti, u ngrit atëherë bashkë me vëllezërit e tij priftërinj dhe ndërtuan portën e deleve. E shenjtëruan dhe ja vun kanatet. Vazhduan të ndërtojnë deri në kullën e Meahut, që pastaj e shenjtëruan dhe deri në kullën e Hananelit. Pranë Eliashibit ndërtuan njerëzit e Jerikos dhe pranë tyre ndërtoi Zakuri, bir i Imrit. Bijtë e Senahut ndërtuan portën e peshqve, bën kasën dhe vun kanatet e saj, bravat dhe shufrat. Pranë tyre punonte për riparimet Meremothi, bir i Urias, që ishte bir i Kocit. Pranë tyre për riparimet punonte Meshullami, bir i Berekiahut, që ishte bir i Meshezbaelit. Pranë tyre punonte për riparimet Cadoku, bir i Banas. Pranë tyre për riparimet punonin Tekoitët, por fisnikët midis tyre nuk e ulën qafën për të bërë punën e Zotit të tyre. Jehojada, biri i Paseahut, dhe Meshullami, bir i Besodejahut, restauruan portën e vjetër, bën kasën dhe vun kanatet e saj, bravat dhe shulat. Pranë tyre punonin për riparimin e selisë së qeveritarit të krahinës Matan Lumit, Melatjahu, Gabaoniti, Jadoni, Meronithiti dhe njerëzit e Gabaonit dhe të Mitspahut. Pranë tyre punonte për riparimet Uzieli, bir i Harhajahut, një ndër argjendarët. Pranë tij punonte për riparimet Hananiahu, një nga parfumierët. Ata e përforcuan Jeruzalemin deri në murin e gjerë. Pranë tyre punoi për riparimet Refajahu, bir i Hurit, kryetari i gjysmës së rrethit të Jeruzalemit. Pranë tyre punonte për riparimet përballë shtëpisë së tij Jedajahu, bir i Harumafit. Pranë tij punonte për riparimet Hatushi, bir i Hashabnejahut, Malkijahu, bir i Harimit dhe Hashubi, bir i Pahath Moabit,
ndrejshen një pjesë tjetër të mureve dhe kullën e furrave. Pran ti punonte për riparimet bashkë me bijat e tij, Shalumi, biri i Haloshehit, kryetari i gjysmës së rrethit të Jeruzalemit. Hanuni dhe banorët e Zanoahit ndrejshen portën e luginës, e ndërtuan dhe i vun kanatet, bravat dhe shulat. Përveç kësaj, ndrejshen 1000 kubit muri deri në portën e plehut. Malkijahu, biri i Rekabit, kryetari i rrethit të Beth Hakeremit, ndrejshi portën e plehut. E ndërtoi dhe i vuri kanatet, bravat dhe shulat. Shalumi, biri i Kolhezeut, kryetari i rrethit të Mitspahut, ndrejshi portën e burimit, e ndërtoi, e mbuloi dhe i vuri kanatet, bravat dhe shulat. Ndrejshi gjithashtu murin e pishinës së Siloes, pranë kopshtit të mbretit, deri në shkallëzat që zbresin nga qyteti i Davidit. Pas tij Nehemia, biri i Azbukut, kryetari i gjysmës së rrethit të Bethzurit, punoi për riparimet deri përpara varreve të Davidit, deri te pishina artificiale dhe deri te shtëpia e trimave. Pas tij punuan për riparimet levitët, në drejtimin e Rehumit, birit të Banit. Pranë tij punonte për riparimet për rrethin e tij Hashabia, kryetari i gjysmës së rrethit të Keilahut. Pas tij punuan për riparimet vëllezrit e tyre në mbikëqyrjen e Bavait, birit të Henadatit, kryetari i gjysmës tjetër të rrethit të Keilahut. Pranë tij Ezeri, biri i Jeshuas, kryetari i Mitspahut, ndrejshi një pjesë tjetër të murave përballë të përpjetës së arsenalit në Qoshe. Pas tij Baruku, biri i Zabait, riparoi me zell të madh një pjesë tjetër të mureve nga Qoshja deri te porta e shtëpisë së Eliashibit, kryepriftit. Pas tij Meremothi, biri i Urias, që ishte biri i Kocit, ndrejshi një pjesë tjetër të mureve nga porta e shtëpisë së Eliashibit deri në skajin e shtëpisë së Eliashibit. Pas tij punuan për riparimet priftrinj që banonin përreth. Pas tyre Benjamini dhe Hashubi punuan për riparimet përballë shtëpisë së tyre. Pas tyre Azaria, biri i Masejahut, që është biri i Ananiahut, punoi për riparimet afër shtëpisë së tij. Pas tij Binui, biri i Henadadit, ndrejshi një pjesë të mureve nga shtëpia e Azarias deri në kthes, domethënë në Qoshe. Palali, biri i Uzait, bëri riparime përballë kthesës dhe kullës që spikat nga shtëpia e epërme e mbretit që ishte pranë oborrit të burgut. Pas tij bëri riparime Pedajahu, biri i Paroshit. Nethinej që banonin mbi Ofelin bënë riparime deri përpara portës së ujrave në drejtim të lindjes dhe përballë kullës që spikaste. Pas tyre Tekoitët riparuan një pjesë tjetër të mureve përballë kalasë së madhe që spikaste dhe deri në murin e Ofelit. Mbi portën e kuajve, priftrin punuan në riparimet secili përballë shtëpisë së vet. Pas tyre Cadoku, biri i Merit, punoi për riparimet përballë shtëpisë së tij. Pas tij punoi Shemajahu, biri i Shekanjahut, që ishte rojtari i portës lindore. Pas tij Hananiahu, biri i Shelemjahut, dhe Hanuni, biri i gjashtë i Calafit, riparuan një pjesë tjetër të mureve. Pas tyre Meshullami, biri i Berekjahut, punoi për riparimet përballë banesës së tij. Pas tij Malkijahu, njëri nga argjendarët, mori pjesë në riparimet deri në shtëpitë e Nethinejve dhe të tregtarëve përballë portës së Mifkadit dhe deri në të përpjetën e Qoshes. Midis së përpjetës së Qoshes dhe portës së deleve punuan për riparimet argjendarët dhe tregtarët. Veprat e apostujve, kapitulli 13. Por në kishën e Antiokis ishin disa profet dhe mësues. Barnaba dhe Simeoni, i quajtur Niger, dhe Luci nga Kirena, Manaeni, që ishte rritur bashkë me Herodin tetrark dhe Sauli. Dhe ndërsa po kryenin shërbesën e Zotit dhe agjeronin, fryma e shenjtë tha: "Mi ndani veç Barnabën dhe Saulin për veprën për të cilën i kam thirrur." Atëherë, pasi agjëruan dhe u lutën, vun duart mbi ta dhe i nisën. Këta pra, të dërguar nga fryma e shenjtë, zbritën në Seleuki dhe që andej lundruan për në Qipro. Dhe kur arritën në Salamin, shpallën fjalën e Perëndisë në sinagogat e judejve dhe kishin edhe Gjonin si ndihmës. Pastaj, mbasi e përshkuan ishullin deri në Pafo, gjetën aty një magjistar, një profet të rrem jude,
me emër Bar Jezus, i cili ishte me prokonsullin Sergj Pal, burri mençur. Ky thirri pranë vetes Barnabën dhe Saulin dhe kërkoi të dëgjonte fjalën e Perëndis. Por Elimas, magjistari, sepse kështu përkthehet emri i tij, u kundërshtoi duke kërkuar ta largojë prokonsullin nga besimi. Por Sauli, i quajtur edhe Pal, i mbushur me frymën e shenjtë, i nguri syt mbi të dhe tha: "O njeri i mbushur me çdo mashtrim dhe çdo farë ligësie, bir i djallit, armik i çdo drejtësie, a nuk do të heqësh dorë nga shtrembërimi i rrugëve të drejta të Zotit? Dhe tani ja, dora e Zotit është mbi ty dhe do të jesh i verbër e nuk do ta shohësh diellin për një farë kohe." Menjëherë rambi të mjegull dhe terr dhe ai shikonte rreth e qark duke kërkuar dikë që ta mbante për dorë. Atëherë prokonsulli, kur pa çfarë kishte ndodhur, besoi, i habitur nga doktrina e Zotit. Dhe Pali dhe ata rreth tij u nisën me anije nga Pafo dhe arritën në Perg të Paniflis, por gjoni u nda prej tyre dhe u kthye në Jeruzalem. Ata pra, duke vazhduar rrugën nga Perga, arritën në Antioki të Pisidis dhe si hynë në sinagog ditën e Shabatit u ulën. Dhe pas leximit të ligjit dhe të profetëve, krerët e sinagogës u dërguan atyre për të thënë: "Burra vëllezër, në qoftë se keni ndonjë fjalë këshilluese për popullin, ja thoni." Atëherë Pali u ngrit dhe masi bëri shenjë me dorë tha: "O burra izraelit dhe ju që druani Perëndin, dëgjoni. Perëndia i këtij populli të Izraelit i zgjodhi etrit tan dhe ngriti lart popullin gjatë qëndrimit në tokën e Egjiptit, dhe me krahë të ngritur i nxorri ata që andej. Dhe për afro 40 vjet duroi mënyrën e tyre në shkretëtir. Dhe si shkatërroi 7 kombe në tokën e Kanaanit, u andau atyre me short tokën e tyre. Dhe pastaj për afro 450 vjet u dha gjyqtar deri te profeti Samuel. Dhe që nga ajo kohë ata kërkuan mbret, dhe Perëndia u dha atyre Saulin, birin e Kisit, një burr nga fisi i Benjaminit, për 40 vjet. Dhe si e hoqi atë, u ngriti atyre për mbret Davidin, për të cilin edhe dëshmoi duke thënë: "Gjeta Davidin, birin e Jeseut, burr sipas zemrës sime, i cili do të bëjë të gjitha vullnetet e mia." Prej farës së këtij, Perëndia sipas premtimit të vet, i ngriti Izraelit shpëtimtarin Jezus. Para ardhjes së tij, Gjoni predikoi pa gëzim pendimi për gjithë popullin e Izraelit. Dhe kur Gjoni po përfundonte misionin e tij, tha: "Cili pa ndeni se jam unë? Unë nuk jam Krishti, por ja, pas meje vjen një, të cilit unë nuk jam i denjë t'i zgjidh sandalet e këmbëve. Burra vëllezër, bi të pasardhësve të Abrahamit dhe ata midis jush që druajnë Perëndin, juve ju është dërguar fjala e këtij shpëtimi, sepse banorët e Jeruzalemit dhe krerët e tyre, duke mos e njohur këtë Jezus, duke gjykuar, kanë përmbushur zërat e profetëve që lexohen çdo shabat, dhe ndonë se nuk i gjetën asnjë faj që të meritonte vdekjen, i kërkuan Pilatit që të vritet. Dhe mbasi u kryen të gjitha ato që ishin shkruar për të, e zbritën nga druri dhe e vënë në varr. Por Perëndia e ringjalli prej vdekurish, dhe ai u pa për shumë ditë nga ata që ishin ngjitur me të nga Galilea në Jeruzalem, të cilët tani janë dëshmitar të tij para popullit. Dhe ne po ju shpallim lajmin e mirë për premtimin që ju bë etërve, se Perëndia këtë përmbushi për ne, bitë e tyre, duke ringjallur Jezusin, ashtu si dhe është shkruar në psalmin e 2: "Ti e biri im, sot mu linde." Por, se e ka ringjallur prej vdekurish për të mos e kthyer më në kalbje, ka thënë kështu: "Do t'ju jap besën e shenjtë që i dhash Davidit." Por këtë ai thot edhe në një psalm tjetër: "Nuk do të lejosh që i shenjti yt të shoh kalbje." Sepse Davidi, duke i shërbyer këshillit të Perëndisë në brezin e tij, vdiq dhe u bashkua me etrit e vet dhe pa kalbje. Por ai që e ringjalli Perëndia nuk pa kalbje. Le ta dini pra, o burra vëllezër, se nëpërmjet tij u shpallet falja e mëkateve, dhe prej të gjithave që ju, nëpërmjet ligjit të Mojsiut, nuk mund të drejtësoheshit, në të çdo njeri që beson është i drejtësuar. Vini re pra, që të mos ju ndodh ajo që është thënë në profetët: "Shikoni o përbuzës dhe mrekullohuni dhe do të zhdukeni, sepse unë po kryej një vepër në ditët tuaja, një vepër të cilin ju nuk do ta besonit, po t'ju tregonte dikush." Dhe duke dal nga sinagoga e judejve, kombet u lutën që shabatin e ardhshëm t'u thoshin atyre këto fjalë.
Dhe masi mbledhja u shpërnda, shumë nga judejt dhe nga prozelitët e perëndishëm i ndiqnin Palin dhe Barnabën, të cilët duke u folur atyre i bindën të ngulmojnë në hirin e Perëndisë. Shabatin tjetër, gati gjithë qyteti u mblodh për të dëgjuar fjalën e Perëndisë. Por judejt duke parë turmën, u mbushën me smir dhe flisnin kundër thënieve të Palit, duke kundërshtuar dhe duke blasfemuar. Atëherë Pali dhe Barnaba, duke folur qiltas thanë: Ishte e nevojshme që fjala e Perëndisë t'ju shpallë ju më së pari, po nga që ju e hidhni poshtë dhe nuk e çmoni veten të denjë për jetën e përjetshme, ja, ne po u drejtohemi kombeve. Sepse kështu na ka urdhëruar Zoti, të vura si dritë të kombeve, që ti të jesh shpëtim deri në skajin e dheut. Edhe kombet kur dëgjuan u gëzuan dhe lëvdonin fjalën e Zotit, dhe të gjithë sa ishin të caktuar për jetën e përjetshme besuan. Dhe fjala e Zotit përhapej në mbarat vend. Por judejt i nxitën disa gra të perëndishme të shtresës së lartë, si dhe parinë e qytetit, dhe ngjallën një përndjekje kundër Palit dhe Barnabës dhe i dobuan jashtë kufive të tyre. Atëherë ata, mbasi shkundën plurin e këmbëve të tyre kundër tyre, erdhën në Ikon, dhe dishepujt mbusheshin me gëzim dhe me frymën e shenjtë.